Kryetari i bashkisë ka thënë kështu që hajde me mua, caktoni një komision, Po. të shkojmë te Fondi i Zhvillimit, do bisedojmë me ato. Te Fondi i Zhvillimit, dhe çfarë premtimi do na japin ato. Kështu ju tha. Po rruga Kolosian që është dhënë një fond, është nga ana tjetër, jo nga ana të Pojanit, është dhënë nga e morën atë fondin. Përse do bëhet ajo rrugë? Aja në vazhdim, është dhënë fondi. Është rrugë bjeshka jo. Aja është rrugë bjeshje. Nuk çon asgjë kundi, në kuptimin jo, të mbjeshtë. ato thanë që do të bëjmë për turizëm. Po nëherë bëru banorëve rrugë, pastaj turizmi. Aha, ka dalë investitori strategjik Po atë. pra, edhe rrugë bëhet andej, edhe rruga tjetër këtu që do bash mes. Pra bëhen rrugë atje ku s'ka fshat. Atje nuk bëhen bëhet këtu rrugë. me Po, me janë banor, dhënë investim banor. atje, se kanë qeveri ato, kanë resortet e veta që do bëjnë atje bujtinat, e përsurojnë se kanë ngri kush zonën. Vetë një zonë administrative Bashkisë Kukësit, krejtësisht po asfalt.